Për të gjithë ata që mendojnë se në Dubai është jeta luks, s'është absolutisht luks. Unë i kam punu 15 orë. Kontratën e firmosje për 9 orë, dhe në moment që firmosje kontratën, sepse ky është realiteti edhe pse shumica nuk e pranojnë, firmosje kontratën dhe të merrnin pasaportën, që ti mos të kishe të drejtë të ikje për sa kohë kishin kontratën në dorë. Okej, pra interesant. Po, është legale kjo? Është legale sepse ti ke firmosur një kontratë. Është me dëshirë. Me dëshirë. Ama unë si shqiptare që jam e gjeta mënyrën me ikë, sepse unë pësova nga qëndrimi i orëve të shumta në kamp, se ti kontratën e kishe për 9 orë. Unë pësova në shtyllën kurizore një dalje të ruazave. Dhe normal, 1 muaj kam nejtë pa lëviz qafën, dhe ata ishin të detyruar me mlën të iki, ose në qoftë se do të aprishësh kontratën më herët, ata të detyrojnë t'i paguash 3.000 euro job. Gjë që ato që thonë që Dubai ka lek nuk është e vërtetë. Unë e hedh poshtë këtë fakt. E hedh poshtë sepse mundesh me shku për qef, e kam parë për TikTok në këto se ç'a bëhet, doja t'ju thosha gjitha firmave mos u gënjeni nga kjo pjesë. Mos u gënjeni se s'është e vërtetë. Realiteti është ndryshe. Realiteti është shumë ndryshe. Unë kam qenë në 2016 mos gabofsha se nuk është se më më. Edhe jam kthyer në shtëpi 47 kg, sa mami im nuk më ka njoftë. Çfarë thuaj? Po pse tash ç'a ndodhi? Punoje shumë orë dhe shumë stres, edhe pagesa nuk ishte e lartë. Pa nuk ishte pagesa në nivel? Absolutisht jo. Ne na kanë gënjur me kompaninë, na kanë thënë që është 600 euro. Dhe ka me ju dale, kanë me ju tepru. Si për 600 euro ke shku në Dubai? Po sepse të thash, unë doja me ngrit, nuk jam tip me ngel të ajo rog. Në rregull është ajo pjesë. Si shanse ki pa edhe... Si mundësi e ki pa për me... E kam pas si mundësi, se kur ti të paguash 350 euro në Shqipëri, ti e shef një mundësi më të mirë të hapen dyert për në vend tjetër dhe të ngrihesh në vend tjetër. Përse ku flitet që ati mirë 3.000, 4.000, 5.000 euro roga? Janë vetëm gënjeshtra. Janë vetëm gënjeshtra. Ose rrena. Atëherë, ti ke shkuar në Dubai 3 vite, ke punuar për 600 euro në muajt? 600 euro në muaj e kam nis. E ke nis? Po. Sa e ke përfunduar? E kam përfunduar me 1.800 euro. 1.800 euro? Po, që kam kaluar në assistant merchandiser, dyqani që kam punu unë, është quajtur Eli 66, i bazuar në Champs-Élysées në Paris. Okej. Po. Dhe nuk je ndarë knashur, ke dashur për tikush nga Absolutisht jo. Dhe fati jo që fatë dhe takserat që usmure për tikur. Të dyja. Se ndoshta për tikur ke pas me pagu dënimin, apo jo? Po. Nëse nuk ishe smur. Absolutisht. Po, ta falen nuk pagohet dënim, për e se ishe smur dhe dole. Po, edhe spitali vetë ju ka thënë që s'mundet ma me nejtë në kam. Okej. Pastaj ti u gëzove realisht që iken nga Dubai, apo jo? Normale, se doja me shkua për familjes time. Nuk e ke menduar për të shkuar për herë dytë atje për të punuar asnjëherë? As për qef jo. As për qef jo? Kur njetë. Pse, si janë njerëzit në Dubai? Çfarë njerëzish janë? Janë njerëzit që mendojnë se munden me të ble, ama kjo mundësi jeton mundesh me pas ku dushti. Po, absolutisht. Ama nuk besoj se dikush, sidomos i femër, duhet me shit karakterin e vetë. A ka femra që e shesin karakterin e vetë edhe në Dubai? Munde me folë për to. A ka apo s'ka? Se di. Nuk e din? Jo. Interesant. Kam punu 15 orë dhe nuk e kam ditë që bëhet. Kurdo? Kam punuar 15 orë dhe nuk e kam ditë që bëhet. Ama jam e mendimit që shumica e femrave ju kisha këshilluar mos ta mendojnë se Dubai si fush me lule.